Qendra e nxjerrjes dhe përpunimit të naftës Gorisht është një nga më të rëndësishmet e kompanisë shtetërore Alpetrol. Ecuria e prodhimit vlerësohet pozitive, ndërsa në raport me qendrat e tjera, ajo zë peshën kryesore. Kryeinxhinieri i Qendrës së nxjerrjes dhe përpunimit të naftës në Gorisht, Petrit Maze, vlerëson ndihmën teknik-organizative që jep Alpetroli për këtë qendër në drejtimin e drejtorit të përgjithshëm Eltar Deda. Besoj se keni të qartë që kompania Alpetrol përbëhet në disa ndërmarrje prodhimit të naftës bruto. Edhe kryesisht Gorishti është pjesa kryesore e kompanisë Alpetrol, në bazë të prodhimit ditor që ka. Edhe në raport me qendrat e tjera ne ngrem peshën kryesore të prodhimit të kompanisë. Kemi ecurit tona përgjithsisht shumë të mira, të themi shumë të mira, dhe në këtë drejtim vazhdojmë të punojmë akoma. Kuptohet nëpërmjet ndihmës tekniko-organizative që na jep edhe kompania Alpetrol. Domethënë drejtorit përkatëse që përgjigjen kryesisht për prodhimin, që janë edhe pjesë e kësaj pune. Domethënë se janë dhe mekanizma të tjerë që ka Alpetroli. Maze thekson se dhe punonjësit e rinj, të cilët janë bërë pjesë e qendrës, janë specializuar dhe kualifikuar. Ne jemi përpiqur që nëpërmjet anës teknike që disponojmë ne dhe pjesës punëtorëve që kemi të punonjësve, që kryesisht janë punëtorë të kualifikuar sipas profesionit, të bëjmë më të mirën për realizimin e atyre detyrave që na ka vendosur kompania. Edhe në këtë pjesë të profesionalizmit, domethënë normalisht kemi edhe pjesë të tjera tash nëpërmjet edhe punëtorëve të rinj që janë marrë vitin e kaluar në pjesë e kompanisë për nevojat të vendburimit gjithmonë. Edhe ata i kemi, domethënë kryesisht kemi specializuar dhe kualifikuar për profesionin që kryejnë. Qendra e naftës Gorisht ndahet në disa sektor dhe në qendër të gjitha strukturat e kanë realizuar planin. Nafta e ka aktivitetin në terren dhe varet gjithçka, edhe nga situatat e natyrës dhe kushteve atmosferike. Sipas Mazes, gjatë stinës së nxehtë të verës ka edhe përgjegjësi më të mëdha tekniko-organizative, por në qendër është patjetër punonjësi. Domethënë të natyrës së punës që është natyra nafta ka natyrën terren, është 24 orë non stop. Edhe kuptohet në moment saktura kur ka pasur situata të pjesës kohës dhe klimës, kemi edhe në ato, jemi detyruar të kryejmë veprime brenda mundësive tona të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, duke ruajtur dhe kryesisht pjesën e sidomos në stinën e Bearit, të verës, që është stina e verës që është e nxehtë, duke ruajtur radhë parë jetën e punëtorëve. Përgjegjësia jonë teknik-organizative është që kryesisht është punëtori në radhë parë. Pastaj pjesa e avarive që mund të ndodhin ose si të themi dhe rasteve të emergjencës së zjarreve, jemi munduar të përgjigjemi bashkë me Alpetrolin për t'i fikur sa më shpejt, sepse ka probleme të natyrës së zjarreve që ju i dini. Kryesisht në rrethana, jashtë në vendburimit, po neve disponojmë dhe mjetet tona zjarfikse, plus që me ndihmën e Alpetrolit, ka dhe ata mjetet zjarfikse dhe jemi përgjigjur çdo në eventit të tillë. Nuk kemi pasur natyra të probleme që të rrezikojë pjesa e vendburimit, sidomos depot e mëdha që kemi ne të grumbullimit, rezervuar të grumbullimit në dekantime dhe të grupeve të prodhimit. Në drejtimin e Eltar Dedës, kompania shtetërore e naftës Alpetrol është ndryuar një model të administrimit të përgjegjshëm publik. Janë kryer investime kapitale në infrastrukturën nxjerrëse, ndërsa është modernizuar edhe sistemi grumbullimit të naftës bruto, si dhe është ngritur një rrjet monitorimi që ndjek në kohë reale çdo hallk të procesit, nga vendburimet deri në pikat e dekantimit. Eltar Deda ka vënë në qendër të menaxhimit njeriun dhe profesionalizmin, ndërsa ka riorganizuar strukturat e brendshme, ka investuar në trajnimin dhe motivimin e stafit, duke krijuar një frymë të re bashkëpunimi dhe përkushtimi ndaj këtij misioni publik. Drejtimi i Qendrës së nxjerrjes dhe përpunimit të naftës në Gorisht, në kuadër edhe të gjithë politikës të Alpetrolit, ka si qëllim funksionimin bazuar në integritet, transparencë dhe rezultate.